Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar e falenderojmë. Paqja, mirësia dhe bekimet e Allahut qofshin dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Në për 2 mësimesh jemi duke trajtuar temën e mbështetjes tek Allahu i lartësuar. Dhe thamë që dhe diçka kemi folur në këto 2 takime rreth vlerës, rëndësisë që ka ky adhurim madhështor dhe disa prej normave se si ne duhet i qasemi kësaj çështje. Pra, si e në kuptojmë dhe të mbështeturit tek Allahu i lartësuar. Dhe thamë që do ta plotësojmë sot inshallah. Thamë që do të sillim një hadith i cili është i dëgjuar prej jush, mirëpo është madhështor për nga përmbajtja, për nga përgëzimi, për nga orientimet dhe në një farë mënyre ky hadith si thua tregon edhe esencën e kësaj teme që ne kemi trajtuar në këto 2 mësime. Dhe bëhet fjalë hadithi i atij grupi fatlum prej 70.000 personash që thot pejgamberi alayhis salam, të cilët do të futen në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Ky hadith madhështor ka ardhur në disa transmetime dhe ne inshallah sot do të sjellim, do të lexoj të paktën 2 apo 3 transmetime sepse secili transmetim, pa që janë të sakta të 3 transmetimet, secili transmetim sjell diçka specifike të lezetshme të rëndësishme. Transmetimi i parë është ku pejgamberi alayhis salam ka thënë do të hyjë në xhenet nga ummeti im 70.000 ose 700.000. Pa këtu si thua dyshon transmetuesi. 70.000 ose 700.000 të kapur fort me njëri tjetrin. I pari i tyre nuk do të hyjë derisa të hyjë i fundit i tyre. Si kuptohet kjo? Ta tregojmë. Pra në një saf, një rresht. Fytyrat e tyre do të jenë si hëna në natën e plotë. Që lutim Allahun na bëj prej tyre. Ky është transmetimi i parë. Nga ummeti im do të hyjë në xhenet 70.000 ose 700.000 të kapur fort me njëri tjetrin. I pari tyre nuk do të hyjë derisa të hyjë i fundit prej tyre. Pra do të jetë një grup. Fytyrat e tyre do të jenë si hëna në natën e plotë. Transmetimi tjetër thot Ebu Umame radhiyallahu anhu, thot e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Zoti im më ka premtuar se do të fus në xhenet nga ummeti im 70.000 persona, pa pasur llogari dhe pa pasur dënim. Pra nuk do të merren llogari dhe nuk do t'i preki ndëshkimi i Zotit të lartësuar. Me çdo 1.000 prej tyre do të jenë edhe 70.000 të tjerë. Me çdo 1.000 prej tyre do të jenë edhe 70.000 të tjerë, si dhe 3 grushta nga grushtat e të gjithëmëshirshmit të Allahut të lartësuar. Sa do të jetë numri i atyre që do t'i përfshin grushtat e Allahut të lartësuar, një Zot e di. Transmetimi tjetër, pra, dhe nga këto transmetime ne kuptojmë diçka që numri i atyre që do të futen në xhenet pa dënim dhe pa llogari në ditën e gjykimit është më shumë se 70.000, sepse ajo që është fiksuar në mendjen tonë, pra ata 70.000 që do të futen pa llogari dhe pa dënim themi. Po numri i tyre shumë herë më i madh se sa 70.000. Sa është fiks ne nuk e di, por është shumë herë më i madh se 70.000. Hadithi tjetër është hadithi pak më i gjatë që transmetohet prej Abdurrahman ibn Husajnit se thot isha tek Said ibn Jubair dhe ai më tha: kush prej jush e pa yllin që ra mbrëm? Tha Saidi: kush prej jush e pa yllin që ra mbrëm? Unë i thash unë. Pastaj shtova, pa kush? Abdurrahmani shtova, por nuk isha në namaz. Vetëm se më kishte pickuar diçka, insekt apo gjarpër. Ai më thot: çfarë bëre? Pra Saidi e pyeti: çfarë bëre? Thot: i këndova vetes rukje, këndova Kur'an, i luta Allahut të lartësuar me dua. Më thot, çfarë të shtyu ta bësh diçka të tillë? Pra ku referohesh?
çfarë të nxiti, ku bazohesh që ti këndove Kur'an apo bëre rukje vetes tënde. Thot një hadith që na ka treguar e Shaabiu. Një hadith që si ne kemi dëgjuar për dërguar të Allahut të lartësuar. Thot çfarë ju ka treguar Shaabiu? Thot ka treguar nga Burejde ibn Husayb dhe në fund dhe ai ka thënë se nuk ka rukje të ligjshme, pra kuptim plot që ja vlen dhe që mund të jetë shumë si thua dobi, përveç se nga syri i keq apo nga helmimi nga pickimi. Ai tha, mirë ka bërë ai që i përmbahet asaj që ka dëgjuar. Pa sa mirë ka bërë çdo njeri i cili i përmbahet asaj gjë që ka dëgjuar, ka një transmetim nga i dërguari i Zotit të lartësuar. Por neve na ka treguar Ibn Abbasi radhiyallahu anhu nga pejgamberi alayhis salam se ai ka thënë, më janë paraqitur popujt. Allahu i lartësuar më shfaqi, më paraqiti popujt e mbarshëm. Pash një profet me një grup të vogël njerëzish. Pra bëhet fjalë për ditën e gjykimit. Dhe pash profet që e ndiqnin atë një grup i vogël njerëzish. Një profet tjetër me një apo ose dy vet dhe një profet pa asnjë ndjekës. Përpara Zotit në ditën e gjykimit nuk ka patur absolutisht asnjë ndjekës. Pastaj u ngrit para meje një turmë e madhe dhe u mendova se ky ishte umeti im. Një turmë paraqit përpara vetes time, një turmë e madhe njerëzish, thash ky është umeti im, u përgëzova. Pa këtë gjë kush e thot pejgamberi alayhis salam. Por më thanë, jo, ky është Musai dhe populli i tij. Pastaj më thanë, shiko pak në horizont, i dhe pak vështrimin pak më larg në horizont. Dhe pash një turmë të madhe njerëzish. Dhe pash një turmë të madhe. Më thanë, ky është umeti yt dhe me ta janë 70.000 që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Pastaj pejgamberi alayhis salam u ngrit dhe hyri në shtëpinë e tij. Pra, u tregoi këtë përgëzim që Allahu i lartësuar i kishte shfaqur popujt se çfarë do ndodhte në ditën e gjykimit dhe se si njerëzit, se si profetët do të dinin përpara Allahut të lartësuar dhe dikush do të dilte një profet do ta ndiqte një grup njerëzish, dikë tjetër më pak, dikë tjetër më shumë, dikë tjetër prej profetëve do të vinte dhe në ditën e gjykimit dhe nuk do të kishte fare ndjekës. Pra, ndërkohë që u tregoi pejgamberi arsam këtë gjë, i la me kaq. Pastaj u largua në dhomën e tij. Dhe ju e dini që dhoma e pejgamberit sa ishte ngjitur me xhami. Pastaj pejgamberi alayhis salam u ngrit dhe hyri në shtëpinë e tij. Njerëzit filluan të diskutojnë se kush janë këta që do të hyjnë në xhenet pa llogari. Ngacmoi kurreshtjen e njerëzve, interesin e tyre, 70.000 njerëz do të hyjnë në xhenet pa llogari, faras. Nuk i pyet kush, çfarë, pse, kur, jo, dhe pa dënim. Atëherë njerëzit filluan të diskutojnë se kush janë këta që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Disa thanë, filluan tani dhe sillnin mendimet e tyre, supozimet e tyre. Disa thanë, ndoshta janë ata që kanë qenë shok të dërguarit të Allahut. Dhe këtu përfshiheshin që të gjithë. Dikush tjetër, të tjerë thanë, ndoshta janë ata që kanë lindur në Islam dhe nuk i kanë bërë shirk Allahut të lartësuar. Njerëz që kanë lindur në Islam nuk e kanë përlyer veten e tyre me idhujtari. Dhe këtu privoheshin ata sahabë të cilët kishin një të kaluar në kohën përpara Islamit, në ignorancë apo në idhujtari. Dhe të tjerë filluan dhe përmendin të tjera versione ose të tjera mendime. Pastaj dërguari Allahut të lartësuar doli tek ata dhe tha, për çfarë po diskutoni? Sahabët e njoftuan. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, ata janë ata që nuk kërkojnë, pra këta njerëz fat lum do të jenë ata që nuk kërkojnë rukje nga të tjerët. Nuk besojnë në bestitni, nuk janë të lidhur, të varur në ogure, në bestitni. Dhe tek Zoti i tyre mbështeten plotësisht. Zemrën e tyre kanë të lidhur të mbështeten tek Zoti i tyre në mënyrë plotësisht. Në këtë moment u ngrit Ukasha ibn Muhsin. Ngrihet Ukasha. Mesin e gjithë atyre sahabëve që ishin, ngrihet dhe këmbë Ukasha. Dhe thot, luta Allahun o i dërguari i Allahut që të më bëj prej tyre. Pejgamberi alayhis salam i thot, ti je prej tyre. Ti je prej tyre o Ukasha.
Në këtë moment ngritet një tjetër dhe thot, luta Allahun e dërguari Allahu të lartësuar që të më bëjë prej tyre. Pejgamberi alesam i thot, se bekake Ukasha. Të parapriu Ukasha me këtë gjë. Të parapriu Ukasha me këtë gjë. Dhe këtu e mbyllë pejgamberi alesam këtë derë, këtë portë. Në një transmetim tjetër, që është tek Muslimi, shtohet edhe fraza dhe nuk përdorin djegjen për mjekim. Nuk e përdorin djegjen për mjekim. Mirë. Këto ishin pak a shumë ato transmetimet kryesore të këtij hadithi, që në thelb dhe në esencë çfarë ka dy gjëra. Grupin e madh të njerëzve prej umetit të pejgamberit alayhis salam, që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim, dhe cilat janë cilësitë e këtyre njerëzve. Për sa i përket numrit të tyre, çfarë thamë? Numri i tyre di vetëm Zoti i gjithësisë, por janë shumë që lutim Allahun e lartësuar të na bëj prej tyre. Në transmetim 70.000, në transmetimi tjetër, si ishte, në çdo 1.000 dhe 70.000 të tjerë, plus dhe 3 grushta, për grushtave të gjithë mëshishme. Sa ka në një prej atyre grushtave, sa është numri i tyre, sa mijë, sa milion, sa miliard, Allahu e di. Dakor? Por ne, kjo na ngacmon pak atë optimizmin, atë dëshirën e zjarrt që përtej gjitha kusureve që kemi dhe mangësive që kemi, inshallah përfshihemi në këtë përgëzim madhështor dhe na bëj rrezik Allahu i lartësuar. Kushti i cili është wa ala rabbihim yatawakkalun. Zotit e tyre i mbështeten plotësisht. Madje ka një mbështetje specifike, të veçantë, unike, nuk e kanë gjithë njerëzit, madje nuk e kanë as gjithë muslimanët. Sa që privohen dhe nga gjërat lejuara. Të katërta këto, ose të trija këto që u përmendën, çfarë janë? Mjekimi, të kërkimi i rukjeve. Të mjekohesh me rukje, është e lejuar në origjinë? Është e lejuar. Përkundrazi adhurim më vete. Të mjekohesh me zjarr, është e lejuar në origjinë? Është e lejuar edhe pse dikush prej dietarëve ka bërë të ndaluar, por shumica e dietarëve e bëjnë të papëlqyeshme dhe e quajnë si alternativën e fundit. Nëse nuk ka formë tjetër dhe mënyrë tjetër të mjekuari, efikase për njeriu, përveç se mjekimi me zjarr, atëherë evitoje në maksimum. Përveç nëse nuk ka formë tjetër dhe nuk ka alternativë tjetër. Pra të dyja këto në origjinë çfarë janë të lejuara. Mirë po besimtari i eviton. Nuk e kërkon rukjen, o këndon vetës së tij, ose e pranon nëse i ofrohet prej të tjerëve. Nëse është fëmijë dhe i ofrohet nga prindi, dhe këndon babai fëmijës, apo nëna fëmijës, ose nëse hoxha shikon dikë për shembull prej xhamatit, prej vëllezërve që mendon se mund të jetë i prekur me mësysh apo me diçka, dhe direkt i vetë ofrohet dhe i këndon. Nuk ka asnjë problem. Nëse vëllajt, xhamatliu, vendos dorën aty ku ka dhimbjen, në ballë, në gjoks, në zemër, në trup, dhe këndon Fatihan 7 herë, këndon ajetin Kursi, këndon Nasin, Felekun, Ikhlasin, Kul huwallahu ahad, nuk ka asnjë problem. Çështja është vetëm të kërkosh rukjen. Ta kërkosh rukjen. Tu lind pyetja, nëse dikush e kërkon, a del prej këtij përgëzimi, prej këtij grupi, ka prej dietarëve që thonë po, sepse teksti është i qartë. Mirë po dikush tjetër shkon dhe zgjeron pak më shumë dhe thotë, këtu është një paralajmërim prej dërguar të Zotit lartësuar që të mos merret qoftë rukja, qoftë lypja, qoftë lidhja e zemrës me njerëzit, të mos bëhet pa nevojë. Nëse dikush ka një nevojë emergjente, atëherë inshallah Zoti dhe kërkon, inshallah shpresojmë që të mos përjashtohet dhe të mos dalë nga ky përgëzim. Mirë po të ndodhi siç ndodh sot, rëndon. Dhe është bërë çështja e rukjes dhe kërkimit di do një hoxh të mirë që këndon, dhe këto do një hoxh po të fortë ama, e kupton që këndon mirë. Këtu unë them që është abuzuar pak dhe është tepruar pak. Dhe them me bindje që ndoshta dikush që e ka tepruar kaq shumë në këtë gjë, në kërkimin e rukjes, për veten e tij nuk bën as minimumin e sebeveve me veten e tij. O vlla, këndoj vetes tënde. Këndoj vetë fëmijës tënd.
Dakor, Fatihan e di, 3 surat e shkurtra i di, dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes e di, ajetin Kursi e di. Atëherë skepse kanon, çfarë do të bëj hoxha? Çfarë bën më shumë hoxha? Hoxha ka vetëm 2 elementë më shumë. Elementi i parë, po mundet këndimin e Kuranit ta bëjmë më saktë në aspektin e tajwidit. Këndimin e duave, thënia duave, po e bën më saktë në aspektin e shqiptimit. Ndërkohë që dikush nga xhamati për veten e tij, mbase nuk e shqipton saktë Kurani dhe dhikrin apo duat. Ky është një aspekt. Dhe veçanta e dytë është përvoja. Po, ka përvojën. Ai që është raki, një hoxh që këndon, si thua, ka përvojën, është përballur gjatë viteve, gjatë eksperiencës, gjatë përvojës së tij me raste të ndryshme dhe di se si të menaxhoj në këtë rast dhe në rastin tjetër. Jemi dakord apo? Dhe të jep udhëzime dhe të jep orientime. Dakord, nuk ka asnjë problem që të shkosh dhe të këndohesh. Mirë po, jo përpara se të kalosh një herë të bësh një sebeb e ti vetes tënde. Sepse çfarë thamë në 2 tema? Trajtuam mbështetjen absolute të mrekullueshme që duhet të ketë besimtari tek Allahu i lartësuar. Që do thotë, ti do t'ja kërkosh shkopin kur të bie shkopi prej dorës, ose kur të bien prej dorës çelsat, ose të lipset dhe të nevojitet diçka, a lejohet ta kërkosh nga dikush? Po, por pasi ti çfarë ke bërë? Nëse ti vetë nuk mundesh që t'ja ofrosh vetes tënde, ose mundet po me një vështirësi të madhe. Përderisa e ke të mundshme që ti këto gjëra t'ja ofrosh vetes tënde, mos kërko kurrë nga dikush. Kurrë nga dikush. Qoftë nga fëmia. Edhe pse janë gjëra të natyrshme, të cilat shërbimi është fisnik, është normal, po ne duhet ta edukojmë vetes tonë të mos u kërkojmë njerëzve asgjë. Dhe kjo është porosia e dërguar të Allahut të lartësuar. Dakor? Po kur e kërkoi këtë, ne kemi thënë edhe një herë tjetër, e uli zërin. Atyre djelmoshave që ishin 7, 8 apo 9 veta, sapo kishin pranuar Islamin, nuk se kishin të kaluar të gjatë dhe të madhe në Islam, çfarë tha pejgamberi sa? U dha disa porosi, u tha nuk po më jepni besën. Pasi e përsëriti për të 4-ën herë, tha po e dërguari Allahu të lartësuar, çfarë kërkon prej nesh? Ta adhuroni Allahun një të vetëm, të mos i bëni shok Zotit të lartësuar në adhurim, të jeni të bindur të respektues ndaj asaj gjëje që kërkohet dhe nga detyrat tuaja përkatëse që keni, dhe pastaj e uli zërin. Dhe tha, dhe të mos i kërkoni njerëzve asgjë. Të mos kërkoni njerëzve asgjë. Pse uli zërin? Sepse ky është një standard që nuk është për gjithë umetin. Nuk është për gjithë njerëzit. Dakor? Nuk është për gjithë njerëzit. Këtu mos u kërkoni njerëzve asgjë, përderisa nuk ke nevojë Allah. Tani, përderisa ti e përmbush veten tënde. Pra, mos e mëso veten tënde të varur nga njerëzit. Ky është thelbi. Sepse ne në mënyrë të përditshme do t'i kërkojmë njëri tjetrit diçka. Dhe nuk ka absolutisht asgjë, dhe nuk ka të cënon inshallah Zotit këtë kriter dhe këtë standard. Mirë po mos kërko diçka për të cilën ti ka çliruar Zoti, nuk ke nevojë. Pra mos u bëj njeri i varur. Ne kemi theksuar fort dhe kemi mbushuar fort kësaj gjëje. Pra, përgatit veten tënde, ndërto veten tënde me besim, me iman, përgatit dhe ndërto veten tënde me sem, me devotshmëri, përgatit dhe ndërto veten tënde me mbështetje absolute madhështore tek Zoti i gjithësisë, lidhje zemrën me Allah, dhe tjetër gjë, jo me varësi tek njerëzit apo nga njerëzit. Jo me varësi tek njerëzit apo nga njerëzit. Në momentet caktuara pasaj, patjetër që do të përfitojmë nga njëri tjetri dhe kjo nuk na cënon. Dhe kujdes, është edhe diçka. Më tepër kjo është vepër zemre dhe adhurim zemre se sa angazhim gjymtyrësh. Mund të dikush, për shembull, për gjatë gjithë ditës ti ke thënë dikujt prej njerëzve më shumë se 10 herë më jep pak këtë dhe më ndihmo pak në këtë gjë dhe më ndihmo pak në atë gjë, dhe ai njeri çfarë të jetë brenda këtyre 70.000 vetave. Fare. Sepse ky është adhurim me zemër. Dhe mund të jetë dikush i cili s'ka thënë asnjëherë për gjatë ditës. Më jep këtë apo më jep atë. I ka kryer vetë që të gjitha.
Dhe kur vjen puna, është i përjashtuar nga këta 70.000 veta. Pse kjo gjë? Sepse është adhurim në zemrë. Në zemra çfarë është? Është i dobët. Do shta nuk ishte dhënë rasti. Dakord? Mirë. Për mos u zgjatur, unë dua që ne të ndalemi në disa dobi në këto transmetime dhe në këto hadithe që janë me të vërtet madhështore. Dobia e parë që nxjerrim nga ky hadith është argumenti fort se çfarë përfiton robi nëse realizon tauhidin, veçimin e Allahut në adhurim, adhuron në jetën e tij për dishmërinë e tij vetëm Zotin e gjithësisë dhe lidh zemrën në mënyrë të përkushtuar dhe absolute vetëm me Allahun e lartësuar. A këta njerëz a kanë kusure? A kanë gjunahe? A kanë mëkate? Po. Shikoni se si. Nuk përmend vetëm një aspekt i devotshmërisë së tyre. Vetëm një aspekt i devotshmërisë së tyre. Realizimi i tauhidit, realizimi i mbështetjes tek Allahu i lartësuar. Kjo çfarë bëri? Kjo zbe. Kjo shlyen, do shta fal, do shta kalon në plan të dytë, mëkatet, gjunahet. Pse? Sepse janë njerëz që zemrën e kanë të lidhur në mënyrë të tillë me Zotin e gjithësisë. Kjo është e para si dobi. E dyta, shikoni një diskutim fetar, vëllazëror, të matur, me etik mes dy kujt sahabëve, Abdurrahmanit dhe Saidit. Shikoni se si, çfarë etike kishte në këtë diskutim. Përkushtimin e tyre e para punës, përkushtimin e tyre për të studiuar dhe mbështetur çdo gjë në argument. Vëlla, çfarë bëhet proveti? Këtë gjë. Ke ndonjë referencë? Ke ndonjë argument? Po, kam argumentin. Shumë bukur. Etikën tregon etikën e debatit dhe lavdërimin e atij që vepron sipas dijes. Etik. As nuk u ngritën zërat. As nuk pati ignorim, as nuk pati ofendim, nuk te i kaluan kufijt. Pra, mes muslimanëve ka muhabet, ka diskutim, por ama referenca është argumenti dhe nuk cënohet as maturia, as vllazëria, as etika. Shikoni se si secili prej tyre u ndal tek ajo gjë që dëgjoi, pa vetëm tek argumenti, jo tek mënyra si e kupton, jo tek ego apo diçka tjetër. Tregon butësinë dhe urtësinë në mësimdhënie dhe udhëzim drejt asaj që është më e mirë. Ai që di, vërtet transmeton atë që di, por me butësi, me mirësi, me mirësjellje, pa u mburrur, pa ngritur zërin, pa thurur lavde për veten e tij. Dhe shiko, tregon largimin e tyre nga syfajësia, nga riaja. Çfarë thot? Po unë e pash atë, jullin që, problemi, kujdes, nuk kam qenë në namaz. Pra, fakti që isha zgjuar në 2 natës, ti mos kujto se unë isha në namaz. Po kisha një problem, kishte pickuar gjarpri. Mund të ndalej aty. Thoshte, po unë e pash, mashallah. 2 natës i çfarë bëje? I bie që namaz falje, thon. Jo, kisha hall tjetër. Më kishte pickuar gjarpri, apo më kishte pickuar insekti. Dhe kjo tregon pra atë si thua, atë angazhimin madhështor të besimtarit për të mos u shfaqur ai që nuk është. Nuk e pse shfaqesh. Ai që ka si synim dhe ka si projekt të mos shfaqet përtej kapacitetit të tij, të mos shfaqet ai që nuk është, Allahu do ta nxjerrë përpara syve të njerëzve më madhështor se ç'është. Është rregull. Ai i cili investon që të shfaqet tek njerëzit më shumë se ç'është, Allahu do ta zvogëlojë përpara njerëzve. I vogël është tek Allahu, do të zvogëlohet edhe tek njerëzit. Shikoni sa madhështor, por nuk isha namaz, kujdes. Mos kujtoti se unë isha në namaz. Prandaj, lutem Allahun na ruaj nga riaja. Mirë. Pra, dhe tjetër gjë tregon kujdesin e këtyre njerëzve madhështor për të mos u lavdëruar për diçka që nuk e kanë bërë. Pra, mos u lavdëro për diçka që nuk e ke bërë. Dobia e radhës, hadithi tregon për vlerën e Musait alayhis salam, se si pas të dërguar të Allahut lartësuar është profeti më i ndjekur, më i pasuar, edhe pse është munduar jashtëzakonisht shumë prej popullit të tij. Dobia e radhës tregon se
virtytin e lartë dhe peshën, madhështinë e dërguar të Zotit lartësuar. Dhe kjo në dy aspekte. Aspekti i parë ka më shumë pasues se çdo profet tjetër. Ka më shumë pasues se çdo profet tjetër. Dhe e dyta, madhështia e tij shfaqet përmes numrit të madh të ndjekësve. Pra, profeti i Zotit do nderohet sepse ndjekësit e tij janë më të shumtë, apo jo? Por kjo çfarë është tregues tjetër? Shtregues është madhështor. Ka ndjekur këtë profet madhështor, e ka ndjekur shumë. Dhe Allahu i lartësuar i ka dhënë një dhuratë jashtëzakonisht të madhe. Dhe automatikisht këtu nderohen dhe ndjekësit. Nga madhështia e atij që është i ndjekur, nderohen dhe ndjekësit. Që do thotë, duke qenë se profeti alayhis salam ishte profeti më madhështor, dhe ummeti më madhështor është ai ndjekësit, i tharët, pasuesit e profetit më madhështor. Këtu tani kemi të drejtë edhe ne të ndjehemi pak mirë edhe të mburremi në situash në mënyrë korrekte. Dobia e radhës tregon hadithi se si përgjatë historisë ka patur profet që janë ndjekur shumë pak prej njerëzve. Pra, profet që nuk ndiqet nga askush, prit pak, a ka qenë i martuar, a ka patur bashorte, a ka patur prindër, a ka patur fëmijë, ka patur farefis, ka patur komshi, ka patur shok, ka patur njerëz që ka bërë tregtime ata. Askush nuk u ndikua prej këtij njeriu. Askush. Nuk u ndikua nga besueshmëria, nga sinqeriteti, nga vlerat, nga virtytet, nga bamirësia. Ka pat një jetë ky profet, apo jo, ka pat një përditshmëri. Askush. Zot na ruaj. Imagjinoni çfarë situate. Mirë, po kjo e zbe vlerën, pozitën, peshën e këtij profeti? Jo. Dhe ky është një ngushëllim i gjithkujt prej qoftë dietar, hoxh, imam, besimtar, krye familjar, thirrës, i cili nuk ndiqet, nuk pasohet, mirë po pasi e ka bërë detyrën, mirë. Pasi nuk ka lënë gjë mangët. Dhe këtu përjashtohet nga ky përgëzim ose nga ky ngushëllim, ai i cili çfarë thotë? Ka lënë gjithçka mangët, s'ka bërë asnjë gjë ndoshta ashtu siç duhet, dhe thotë ka patur thotë profetë të cilët do të dalin përpara Allahut të lartësuar dhe nuk do ndiqen as nga një person. Dhe ngushëllohet me këtë hadith. Por dakord, por ai s'ka lënë gjë mangët. Po ti dhe unë çfarë bëjmë për të ngushëlluar me këtë profet. Dobia e radhës tregon kujdesin e sahabëve për të arritur vepra të mira dhe për të kuptuar shkaqet e hyrjes në xhenet pa llogari. Ambicie, vëmendje. Përse u fol sot për ata njerëz që do të futen në xhenet pa llogari? Cila është detyra që mora sot dhe regjistrova në mendje dhe në zemër? Inshallah do t'i futen punës dhe do t'i instaloj në zemrën time këto 4 cilësi që më bëjnë prej banorëve të xhenetit pa llogari. Kështu kanë qenë sahabët. O kashja me të shpejtë, o i dërguari i Allahut, lutem Allahun lartësuar që të më bëj prej tyre. Kjo tregon ambicien dhe mendjen e tyre e kishin tek xheneti, mendjen e tyre e kishin tek bota tjetër. Tjetër gjë, shikoni se si pejgamberi alayhis salam asnjëherë atë gjë që kërkonte nuk e kthente duar bosh. Mirë po me shpallje. Nuk fliste në fenë Allahut të lartësuar, aq më tepër që të përgëzonte dikë në çështje kaq madhore nga mendja e tij. Dakor, e përgëzoi Ukashën. Ti je prej tyre. Dhe përgëzoi jo nga mendja e tij. Erdhi Xhibrili dhe i tha përgëzoje. Mirë po kur u ngriti i dyti, pejgamberi alayhis salam tha të parakaloj Ukashën. Dhe ne këtu kemi një ndalesë të shkurtër. Dhe para ndalesës është pse pejgamberi alayhis salam i thotë të parakaloj. Pse? Dikush prej dietarëve ka thënë sepse ai njeri ishte prej hipokritëve. Dhe i dërguari i Allahut të lartësuar në mënyrë shumë elegante. Edhe nuk ja dha për këtë përgëzim, mirë po edhe nuk e nxori emrin e tij dhe statusin e tij në publik. Siç e kishte pejgamberi asam kriter që nuk i nxirrte hipokritët nuk i publikonte emrat e tyre. Dakor? Mirë po kjo është e dobët. Kjo është është varianti i dobët ose mendimi i dobët. Mendimi më i saktë është që pejgamberi alayhis salam e mbylli këtë kapitull në mënyrë që, sepse nëse nuk do ta mbyllte profeti alayhis salam, çfarë do ndodhte? Të gjithë do ta kishin dëshirën dhe të gjithë do t'i kërkonin pejgamberit alayhis salam për të arritur këtë mirësi të madhe. Dhe mes atyre që do të ngriteshin, do ta kërkonin
nuk është çudi që ta kërkonte dhe ai I cili nuk e meritonte. Prandaj dhe pejgamberi sa mu mjaftua dhe e përfundoi vetëm me ukashën si emër në mënyrë të përvetshme, mirë po la të përjetshme cilësitë. Po ukashja po e mori, po pjesa tjetër, të tjerët u mbyll si përgëzim personal në mënyrë të përvetshme, mirë po çfarë mbeti? Cilësitë. Këtu keni cilësitë. E përfundoj, është ky hadith, njëri prej transmetimeve, tregon edhe gjerësinë e madhe të dyerve të xhenetit. 70.000 dorë për dore do të futen në xhenet pa dënim, pa llogari, një moment të vetëm. I bie që do jenë saf. Do të futen si saf, siç jemi ne ndërshtuar namaz si saf, kështu do të futen në xhenet. Elusim Allahu na bëj prej tyre. Dhe kjo tregon gjerësinë e dyerve të xhenetit. Tjetër, në përshkrimin e 70.000 personave, vërtetohet ekzistenca e xhenetit. Do futen në xhenet, atëherë ekziston xheneti. Vërtetohet ekzistenca e llogarisë, ka llogari, pa llogari. Vërtetohet ekzistenca e dënimit, atëherë ka dënim, pa dënim. Atëherë ka xhenet, mirë po ka edhe futje në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Cilësitë e tyre. Cilësitë e tyre. Tani imagjino pak. Profeti Alesa mua tregoi këtë përgëzim, pastaj u fut në dhomën e tij. Ishte më se normale që në momentin që filloi diskutimi me sahabëve, ata të sillnin ndërmend çfarë njerëz të mëdhenj me përkushtim mbadhështor ose ndoshta me një status që jo të gjithë arrin. Për shembull, ata që lindin në Islam dhe nuk janë përlyer me idhujtari. Dhe po shikoni se sa të lehta janë. Po kaq madhështore. La yastarqun, nuk e kërkojnë rukjen, në një transmetim është la yarqun, nuk bëjnë rukje. Po kjo është e dobët, shadh, është e dobët, është e përjashtuar, për faktin se vetë profeti Alisa ka bërë rukje vetës tij, ka bërë dhe të tjerëve. Dakordë? Vepra pejgamberit e sa me hedh poshtë diçka tjetër. Qëllimi është la yastarqun, nuk e kërkojnë rukjen, sidomos pa nevojë. Sidomos pa nevojë. Pse kjo gjë? Sepse janë të përmbushur vetë nga mbështetja e madhe që kanë tek Allahu I lartësuar dhe nga përmbushja që kanë vetë e kryen si çështje, nuk u kërkojnë njerëzve absolutisht asgjë, përderisa nuk janë në kufit e domosdoshmërisë. Përderisa nuk janë në kufit e domosdoshmërisë. Dhe rukja çfarë është? E para tjetër nga Kurani ose nga lutjet e lishme, të kuptohet kuptimi I tyre dhe të besohet se shërimi vjen vetëm nga Allahu I lartësuar. Kjo quhet rukje. Pse nuk mund të shkosh kudo dhe ta kërkosh dermanin dhe shërimin kudo, sepse ka kushte. Cila është rukja? E para, tjetë nga Kurani ose lutje të lishme, të kuptohet kuptimi I tyre. Pra jo tjetë diçka çka se di unë për ty, dhe bën aty hajmalia, apo bën disa shenja, apo bën, jo, të kuptohet, të lutem shumë ti hoxh që mua tani më bëre rukje, çfarë the? Kam të drejtën ta di çfarë the ti. Ç'është ajo? Ç'është kjo formulë, ky shërim që ti mua ma dedikon, ma ofron dhe unë nuk ja di kuptimin. Ka të drejtë pacienti ta kërkoj diçka të tillë. Pra të dihet kuptimi I tyre, vërtet është në arabisht. Por ama çfarë është? Është Kur'an ose është hadith? Dhe të besohet se shërimi vjen vetëm nga Allahu. Vërtet shkove tek hoxha apo shkove tek dikush I cili këndon. Mirë, po çfarë bën ai? Ai bën vetëm sebebi. Siç është pozicioni dhe roli I mjekut, I cili vërtet me dijen që ka, me studimin që ka, me përvojën, na jep recetën, mirë po, çfarë bën? Shërimi është prej kujt? Është vetëm prej Allahut të lartësuar. Mirë, e përfundojmë, nuk besojnë në ogure, besnitënit. Dhe këtu nuk është çudi që ne ta trajtojmë në një temë vete, ndonjëherë inshallah, Zot. Besnitënit e ndryshme që njerëzit I kanë marrë dhe I kanë mbajtur peng, I mbajnë peng. Që nga mëngjesit deri në mbrëmje u kanë shkatruar jetën ose minimumi e them me bindje, kanë cënuar cilësinë e jetës së tyre. Sot njerëzit që nuk njohin këtë temë dhe që nuk janë të çliruar nga besnitënit, e them me bindje, o ua kanë shkatruar jetën besnitënit ose minimumi kanë cënuar, më falni, cilësinë e jetës së tyre. Njerëz janë të varur nga çfarë do thotë kafja që ka mbetur në filxhan, çfarë do thotë horoskopi,
çfarë do thot dikush që lexon dorën që nuk o Zot i madh. S'ka se ku i gjën që të gjitha ato që thot, imagjino pak. Mirë. Dhe nuk përdorin zjarrin si shorim. Pra nuk e kanë zgjedhjen e parë. E kanë alternativën e fundit, mundësisht ta evitojnë në maksimum. Pse kjo gjë? Mbase është mëshirë prej Allahut të Lartësuar, nuk dëshiron pejgamberi alayhissalam që ummeti i tij ta prekë zjarri. Qoftë dhe në formën e shorimit. Qoftë dhe në formën e shorimit. Ama nëse nuk ka alternativë tjetër, nëse nuk ka mënyrë tjetër, atëherë inshallah Zoti në origjinë lejohet, po inshallah nuk del nga ky përgëzim madhështor. Atëherë vëllezër, ma bëni Allah për zgjatjen, mirë po, që brenda këtyre 3 mësimeve ta kishim ezauruar si temë, tawakkuli është mbështetja tek Allahu i Lartësuar, është mbështetja e sinqertë e zemrës tek Allahu i Lartësuar, besimi i plot tek ai me marrjen e shkaqeve, duke u marrë plotësisht dhe shkaqet. Dhe dy janë shtyllat kryesore, mbështetja e zemrës tek Allahu duke qenë i bindur se vetëm prej Allahut vjen e mira dhe largimi i të keqes, dhe prej askujt dhe asgjë tjetër, dhe marrja e shkaqeve. Këto janë dy shtyllat e këtij adhurimi madhështor. Kush cënon njërin prej këtyre të dyjave, atëherë automatikisht është përjashtuar nga ky përgëzim madhështor, sepse cilësia katërt cila ishte wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe Zoti të tyre ata forti i mbështet. Prandaj këto janë dy shtyllat kryesore të tawakkulit. Prandaj nuk lejohet të lësh shkaqet, sepse të lësh shkaqet është dembelizëm, është pasivitet, nuk është mbështetje. Dikush i cili është rehat fare, s'bën asgjë dhe thotë jam mbështetur Allahut. Ky është mbështetje, ky është pasivitet, ky është dembelizëm. Ky është barr, je barr për prindin, je barr për familjen, je barr për shoqërinë. Ky është mbështetje. Mua më ushqen Allahu. Ti të ushqen Allahu, po ti pranon sadakat. Jo i pranon, më false, mbase të gjithë në momentet caktuara kemi nevojë për sadakat. Mbase të gjithë në momentet caktuara kemi nevojë për zakatin. Dhe kjo nuk na cënon fare as fisnikërin, as këtë status. Mirë, po ti i kërkon ato. Dhe ti nëse nuk të japin, ti përmbys gjithë rëndin e xhamisë. Ti fillon të përgojon dhe hoxhën, siç ka raste në xhamatet caktuara. Përgojon dhe të pasurit e xhamatit. I mallkon ata. Pse se ti nuk të japin, dakord? Dhe minimumi çfarë bën? I xhelozon ata dhe kes mirë. Të lutem shumë, po ti si je mbështetur tek Allahu i Lartësuar. Si je Allahu i Lartësuar, nuk do të thotë të mos thuash faleminderit. Nuk do të thotë të mos vlerësosh rob të Zotit që të bëjnë mirë. Thua faleminderit Allah. Ta di për borxh. Nderin që ti më ke bërë nuk të harroj kurrë. Ky ka qenë dërguari i Allahut të Lartësuar. Jo njerëz të cilët thotë unë jam mbështetur Zotit e s'dua t'ia di as për njerëzit as për këtë as për atë. Vetë profeti i Zotit ka qenë i interesuar që të vlerësonte në maksimum njerëzit dhe ta kthente të mirën me të mirë dhe të dinte kadrin e njerëzve. Dim peshën dhe kadrin e njerëzve, të prindërve, të atyre që na japin punë, të atyre që na trokasin, na japin zakatin, na japin sadaka, na ndihmojnë, na japin hapësira të tjera në jetë, na janë gjëndur në hallet tona, problemet tona, dhe çfarë themi? Kemi Allah, mirë po alhamdulillah Zoti që Allahu Lartësuar na ka bërë rizq edhe e njerëz. Dhe kjo nuk e cënon as fisnikërinë, as madhështinë e besimit. Dhe kur thash, është herë e tretë që them, ta mbyllim, po me kjo është e fundit, llojet e mbështetjes tek Allahu i Lartësuar, vetëm tek Allahu. Më falni, llojet e tawakkulit vetëm tek Allahu, ky është adhurimi detyrueshëm. Tek njerëzit për gjëra që munden, është e lejuar, mbështeten edhe tek njerëzit, por për gjëra që ata munden, lejohet, është e lejuar. Tek njerëzit për gjëra që vetëm Allahu mundet dhe i bën ashirk. Dakor? Tek njerëzit, por për gjëra që vetëm Allahu mundet. Shkosh tani tek varri dikujt, ai mund të ketë qenë madhështor, dhe mund të ketë qenë dikushi, por kur ka qenë gjallë. Dakor? Shkon ti dhe aty dhe kërkon, shkon dikush më saktë, më falni, dhe kërkon dermanin aty. Për atë gjë që mundet vetëm kush, vetëm Allahu i Lartësuar. Ose mundej ky person, mirë po kur ishte gjallë. Ky është dallimi. Prandaj në këtë koncept kaq të thjesht ne mund t'ua transmetojmë të tjerëve edhe madhështinë e tauhidit dhe mizorinë e shirkut dhe të idhujtarisë. I mbështetemi Allahut, ky është adhurimi detyrueshëm,
mbështetemi dhe njerëzve pasi jemi mbështetur Allahut për gjëra që ata kanë mundësi, prandaj lejohet në momentet caktuara të them ti më mundso pak këtë apo më ndihmo pak me atë, dhe tek njerëzit për gjëra që vetë nuk lejohet për tek njerëzit për gjëra që vetëm tek Allahu i lartësuar është dermani ose është zgjidhja. Allahu nderoft, Allahu na bëf për atyre njerëzve që do të jemi bashkarisht dorë më dorë në një rresht, në një saf, do të hyjmë inshallah Zotit xhenetit e Allahut të lartësuar pa llogari, pa dënim, dhe na bëf për Allahu lartësuar për atyre njerëzve që zemrën e kanë të lidhur me Zotin e gjithësisë dhe ma bëni Allah për zgjatjen, por që duhet ta përfundojmë sot.